Mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Albin Kurti do t'jetë sërish kandidat i lëvizjes vetëvendosje për kryeministër, vendosi Këshilli i Përgjithshëm i kësaj partie. Kurti deklaroi se partia e tij mund të marrë deri në 60% të votave. Ai shtoi se pas zgjedhjeve të 7 qershorit, ata sërish do të kërkojnë një president jo partijak. Në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të partisë e tij, Kurti tha se LVV-ja synon në zgjedhjet e qershorit të ketë rritje edhe më të madhe se sa në ato të dhjetorit. Sipas tij, tashmë në Kosovë ka një blok opozitar. Prej shkurtit deri në dhjetor, pra në vitin e kaluar u rritëm për 9%. E nëse rritemi po aq prej dhjetorit deri në qershor, atëherë vërtet do të mund prekim më 60%. Nëse punojmë ashtu siç veç ne dim, ashtu siç e kërkon situata, me sinqeritet dhe për kushtim, edhe kjo padyshim që është e mundur. Sa herë po na bllokojnë, ne po rritemi e ata po marrin përgjigje edhe më të fortë nga populli. Megjithë këto, unë jam i mendimit që si shtet, si shoqëri, si institucionet sistemit që duhet të funksionojnë në mënyrë demokratike dhe efikase, ne nuk kishim nevojë për zgjedhje të tjera, të reja, kaq shpejt. Duket sikur dikush, mbase ndonjë strateg që rre nga hije që drejton nga prapaskena veprimet opozitare, po mendon që zgjedhjet janë të domosdoshme. Ndoshta janë për dikë, por jo për popullin e për shtetin. E kjo po ndodh me qenë se përballë nesh kemi një opozit që ka kuptuar se nuk mund ta mund popullin, prandaj ka zgjedhur ta bllokojë shtetin. Kurti tutje shtoi se pas zgjedhjeve të 7 qershorit, ata sërish do të kërkojnë një president jo partijak. Do të kërkojmë bashkëpunim për një president jo partijak. Për një president të ri jashtë skenës aktuale politike, me integritet e me kompetencë, me vlera e me merita profesionale e kombëtare, dhe ata e dinë që kjo ofertë e jona është shprehje hapjes sonë që është tipike për një subjekt demokratik, por atë që ata mbase nuk e dinë dhe është mirë ta kuptojnë është se edhe populli e di të vërtetën. Kryetari i vetëvendosjes, Kurti, tha se gjatë mandatit qeveria ka rritur buxhetin nga 2.4 miliard euro në 4 miliard, duke përmendur edhe disa vendime të tjera. Në këtë mbledhje të Këshillit të VV-s nuk u pa asnjë simbol shtetëror i Kosovës. Lumir Abdigjiku do të jetë kandidat për kryeministër në zgjedhjet e 7 qershorit, ndërsa ish-presidentja Vjosa Osmani do të jetë barse e listës së deputetëve dhe kandidate për presidente. Kështu vendosi Këshilli i Përgjithshëm i kësaj partie në mbledhjen e sotme. Ceremonia formale e bashkimit Osmani LDK do të bëhet të dielën. Përfshirja në garë zgjedhore me Abdigjikun për kryeministër dhe me Osmanin për presidente sipas kreut të LDK-s është një ofertë e plot politike për t'i dhënë fund një krize të gjatë institucionale. Abdigjiku kritikoi ashpër atë që quajti mendësi e kapjes së gjithçkaje, duke akuzuar kundërshtarët politik se po kërkojnë kontrollin absolut mbi qeverinë, kuvendin dhe presidencën. Lidhja Demokratike e Kosovës të garoi me presidentin Vjosa Osmani si kandidate për presidentet të Republikës dhe njëkohësisht bartëset listës tonë zgjedhore dhe me mua, kryetarin e LDK-s, si kandidat nga LDK për kryeministër të Republikës. Me njëherë pas zgjedhjeve, para se Kosova të ketë qeveri të re, Kosovës fillimisht i duhet president. Ky është realiteti kushtetues dhe politik i Republikës. Dhe përballë këtij realiteti, ne nuk mund të sillemi sikur çështja e presidentit nuk ekziston. Nuk mund të fshehim krizën që fshihet për të rikthyer sërish vendin në llogat pas zgjedhjeve, për të nisur një cikël të ri zgjedhjes, siç po na paralajmërojnë dhe kundërshtarët tonë tashmë. Përkundrazi, ne duhet të japim qytetarëve qartësi politike që tash. Duhet të japim zgjidhje që sot, në mënyrë që ata me vot të përcaktojnë këtë çështje dhe të ndërprejnë dëshirat e rrezikshme të destabilizuesve. Pas mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të partisë, Abdigjiku tha se Osmani do të jetë vetë e 20-ta në listën përfaqësuese të LDK-s. Zonja Osmani do të jetë
bartës e listës son pra listës Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe do të jetë vetë e 20-ta në listën përfaqësuese të LDK-s dhe ndara do të jetë proporcionale sa i përket renditjes brenda listës, janë çështje teknike që tash sekretariati i LDK-s i trajton me kohë. 103 vota ishin për. Në mbledhjen e Këshillit munguan 2 anëtarët e kësaj partie, Avdullah Hoti e Hykmete Bajrami, të cilët janë shprehur më herët kundër rikthimit të Osmanit në LDK. I pyetur për mungesën e tyre, Abdi Gjiku tha se ata janë pjesë e LDK-s dhe do të jenë pjesë e listës zgjedhore. Jo gjitha takimet mund të marrin pjesë gjithë njerëzit e LDK-s, por ata janë pjesë e listës e LDK-s. Nuk mund të jesh edhe pjesë e listës edhe të jesh kundër. Po kuptoni, nuk ka logjik. Në qoftë se jetë kundër dikujt i del përballë, jo bashk, pra jemi bashk. Po duhet të pyesnim pse s'po vijnë takime, po ata janë pjesë e LDK-s. Përbes, ata që nuk e dojnë bashkimin e LDK-s, nuk e dojnë as vetë LDK-n. Zyrtarizimi i bashkimit të Osmanit me LDK-n do të bëhet nesër në orën 18. Ish deputeti i LDK-s Avdullah Hoti, i cili nuk ishte sot prezent në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s përmes një postimi në Facebook, ka falenderuar degën e LDK-s në Rahovec për siç tha besimin që edhe një herë të jetë kandidat për deputet. Ai tha se ky vlerësim është përgjegjësi dhe obligim për të vazhduar rrugën politike me dinjitet, përkushtim dhe besnikëri ndaj frymës rrugoviane dhe vlerave të LDK-s. LDK ka qenë dhe do të mbetet më e madhe se secili individ. Emrat vinë e shkojnë, por LDK mbetet shtëpia politike e brezave që besojnë demokraci, shtetëndërtim dhe orientim perëndimor. Asnjë individ nuk mund të jetë mbi LDK-n sepse forca e saj buron nga struktura, antarësia dhe historia e saj e lavdishme, ka shkruar ndër të tjera Hoti. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza ka bërë të ditur se Shemsia Shari është bashkuar PDK-s dhe do të jetë pjesë e listës së kandidatëve për deputet. Përmes një postimi publik, Hamza e ka cilësuar Jasharin si një nga zërat më aktiv të shoqërisë civile, duke vlerësuar angazhimin e tij ndër vite në mbrojtje të interesit qytetar, transparencës dhe drejtësisë. Sipas Hamzës, Shemsia Shari ka një përvojë të gjatë në shërbim të vendit si ish ushtari i UÇK-s, pjesë e policisë së Kosovës dhe administratës shtetërore, ndërsa më pas edhe si aktivist i shoqërisë civile dhe komentues i çështjeve publike. Me integritet dhe angazhimin e tij publik ndër vite, ai i bën nder listës son dhe përfaqësimit që i duhet Kosovës, ka shkruar Hamza. E në prag të zgjedhjeve të 7 qershorit është shpërsuar gjuha në rrjetet sociale. Sekretaria e përgjithshme e PDK-s Vlora Qitaku ka publikuar një grumbull komentesh në Facebook, ku janë drejtuar një sër fyerjesh. Qitaku tha se këtë gjuhë e ka instaluar partia më e madhe në vend, Lëvizja Vetëvendosje. Kjo lloj gjuhe e instaluar nga LVV-ja në diskursin ton publik duhet jo vetëm të dënohet politikisht, por të denoncohet shoqërisht, ka shkruar Qitaku në Facebook. Nuk shqetësohen për vete, por kam frikë se kjo klim helmuese që politikën e ka kthyer në moçal shpifjesh, fyerjesh e linqimesh, po i dekurajon vajzat dhe djemt e rinj të angazhohen në jetën publike, ka shkruar ndër të tjera Qitaku. Përmes një video mesazhi drejtuar bashkëdetarëve, ish deputeti i AK-s Daud Haradinaj i ka ftuar qytetarët që jetojnë jashtë vendit të bëhen pjesë aktive e procesit zgjedhor në Kosovë, duke shfrytzuar të drejtën e tyre të votës. Ai ka theksuar rëndësinë e regjistrimit për votim, proces i cili mbetet i hapur deri më 17 maj, duke i konsideruar si një mundësi të rëndësishme për kontributin e Mërgatës në të ardhmen e vendit. Sot në shtap bashkë me kryetarin e Rahovecit Smaj Latifin, shefin e grupit Besnik Tahirin, motivum si kur më parë. Thirrje publike për gjithë diasporën që të regjistrohen, pavarësisht mendimeve ndryshe, është koha me u bë pjesë e një ndryshimit madh që e kemi mundësinë. Kjo bëhet vetëm me votë në demokraci. Gjithsesi mi njohje e përhershme për angazhimin historik që e keni bërë për Kosovën. Mbi 1.100.000 euro i kushtuan buxhetit të shtetit deputetët e legjislaturës së 10 dhe asistentët e tyre vetëm për gati 3 muaj. Shumica e tyre do të vazhdojnë të marrin edhe pagën kalimtare, ashtu siç po e marrin 15 deputet të legjislaturës së 9.
Për vetëm 77 ditë sa kuvendi ishte funksional, deputetët futën në gjepat e tyre mbi 900.000 euro, derisa stafi i tyre mbështetës mori mbi 189.000 euro. Krahas kësaj shume, një numër i deputetëve do të marrin edhe pagën kalimtare pa bërë asnjë punë, por Kuvendi i Kosovës nuk bëri të ditur se sa dhe cilë deputet kanë aplikuar për këtë pagë. Shuma e përgjithshme e pagave të deputetëve të legjislaturës së 10 të kuvendit ka qenë 936.256 euro e 90 cent, ndërsa e stafit mbështetës politik 189.898 euro e 39 cent. Lidhur me aplikimin për pagë kalimtare ndërkaq, afati nuk është mbyllur ende. Përveç deputetëve të legjislaturës së 10, pagën kalimtare po vazhdojnë ta gëzojnë edhe një pjesë e deputetëve të legjislaturës së 9. Kuvendi i Kosovës tha për Radio Televizionin 21 se për paga kalimtare të deputetëve të asaj legjislature u shpenzuar mbi 400.200 euro. Në këtë shumë përfshihen edhe deputetët që janë rizgjedhur deputet e të cilët më pas kanë marrë pagë të rregullt dhe jo kalimtaren. Aktualisht 15 deputet të legjislaturës së 9 janë duke gëzuar të drejten për pagë kalimtare. Shuma e përgjithshme e pagave të tyre për periudhën dhjetor 2025 prill 2026 është 431.203 euro e 29 cent. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se pagesa e deputetëve si për pagë të rregullt si për atë kalimtare është e rregulluar me ligj, por që legjislativi do të duhej të ishte më efikas. Në këtë institut nuk e përjashtoj mundësinë për abuzime me paga kalimtare nga një pjesë e deputetëve. Gjithçka është e lehtëshme përderisa është në sfazat e ligjit. A jemi të kënaqur në aspektin e përgjithshëm, a është mundur të bëhet më shumë? Normalisht që çdo herë ne si institut kërkojmë që të jeni shumë efikas kuvendi, të ketë shumë mbledhje, të ketë shumë takime, por të ketë shumë punë në aspektin e ligjbërjes. Absolutisht mund të jetë pjesë e abuzimit të një grupi të vogël deputetëve që nuk dëshirojnë të inkuadrohen në tregun e punës, që kanë qenë deputet dikur, po megjithatë konsideroj që është një beneficion i domosdoshëm për njerëz që kanë punuar si deputet. Paga bazë e një deputeti është 1.914 euro. Analisti politik Jeton Kelmendi i cilëson pagat e deputetëve si të pamerituara, duke thënë se ata nuk kryen punë në zbatim të ligjeve në të mirë të qytetarëve. Punë pak e paga shumë. Kështu do ta formuloja unë si formulë. Kjo e ngarkon barrën e qytetarit, sepse është paga, si thot populli, me pamerit që mirët aty, por janë vetëm 120 dhe nuk paraqesin shumë problem. Problemi më i madh që deputetët, kuvendi dhe qeveria e ka bërë, sepse nuk ka kalu ligje, nuk e ka ndalur sadopak, nuk i ka ndihmuar zbutjes së inflacionit. Edhe drejtori i Institutit për Studime Evropiane, Jeton Halimi, thotë se taksat e qytetarëve po keq përdoren për pagat e deputetëve, të cilët sipas tij nuk kanë kryer ndonjë punë. Kjo është e dëmshme pa punun kur nisen me keq përdorë buxhetin e taksa paguesve tonë, është e dëmshme edhe nga vetë ana aty të ketë modifikime edhe në këtë aspekt që mos ju lejohet të derdhet paraja kot pa bë asnjë punë. Dhe vetëm Kosovë ka bë kësi ligje. Deputetët e legjislaturës së 10 nuk arritën ta ushtrojnë mandatin e tyre 4 vjeçar pas dështimit të kuvendit për zgjedhjen e presidentit të ri, gjë e cila çoi vendin në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa me rastin e ditës së Europës ka dhënë një mesazh drejtuar qytetarëve të Kosovës, duke i cilësuar ata si antar të ardhshëm të Bashkimit Evropian. Costa thekson perspektivën e qartë evropiane të vendit dhe rikonfirmon angazhimin për një të ardhme të përbashkët. Ndonse Kosovës ende nuk po jepet statusi i vendit kandidat për në BE, në ditën e Evropës, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa tha se Kosova e ka vendin në Bashkimin Evropian. Dear citizens of Kosovo. Të dashur qytetarë të Kosovës, po ju drejtohem sot si antar të ardhshëm të Bashkimit Evropian. Në ditën e Evropës ne festojmë projektin ton të përbashkët evropian, kur antarët tanë themelues zgjodhen unitetin mbi përçarjet dhe bashkëpunimin mbi konfliktin.
Ata vendosën të ndërtojnë një të ardhme paqeje, lirie dhe prosperiteti mbi hirin e luftës së dytë botërore. Kosta i bëri thirrje institucioneve të Kosovës për vazhdimin e punës dhe përpjekjeve për ta bërë realitet anëtarësimin e Kosovës në BE. We believe Ne besojmë se ardhmja juaj është në Bashkimin Evropian, po bëhet punë shumë e vështirë që kjo të ndodhë. Ju ndani të njëjtin destinacion me pjesën tjetër të rajonit, Bashkimin Evropian. Vazhdoni të punoni për ta bërë këtë të ndodhë. Së bashku do të ndërtojmë një të ardhme të përbashkët europiane. Deklarata e 9 majit e vitit 1950 është koha kur u hap hapi i parë drejt krijimit të asaj që sot njihet si Bashkimi Evropian. Ministri i jashtëm i Francës, Robert Schuman, lexoi për shtypin ndërkombëtar një deklarat ku i bënte thirrje Francës, Gjermanisë dhe vendeve të tjera evropiane për t'i bashkuar prodhimet e tyre të qymyrit dhe qelikut, që do të ishte themeli i parë konkret për një federatë të ardhshme evropiane. Vite më vonë në samitin e Milanos në 1985, krerët e BE-s vendosën që data 9 maj të shpallej dhe festohej si dita e Evropës. Kjo ditë tashmë ka vite që festohet edhe në Kosovë, ku për nder të saj organizohen aktivitete të ndryshme edhe nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Në kuadër të shënimit të ditës së Evropës, Zyra e Bashkimit Evropian Kosovë organizoi një sër aktivitetesh festive në Prishtinë ku morën pjesë përfaqësues institucional, organizata të ndryshme dhe qytetarë. Aktivitetet për ditën e Evropës nisen në hapjen e ekspozitës me art Festojmë Evropën, ndërsa më pas u mbajt performanca orkestrës së fëmijëve dhe të rinjve Amadeus. Po ashtu në kuadër të organizimeve u zhvillua dhe këndi BE-s për fëmijë, si dhe panairit Team Europe. Ushtruesja e detyrës së shefes së Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Eva Palatova, tha se Bashkimi Evropian për më shumë se 25 vjet ka qenë partneri kryesor dhe mbështetësi më i madh financiar i Kosovës. Ajo theksoi se që nga viti 1999, BE-ja ka investuar mbi 3.7 miliardë euro në Kosovë, investime të cilat, sipas saj, kanë sjellë përmirësime në arsim dhe sektor të ndryshëm të jetës. Ky partneritet, ky investim ka sjellë shumë përmirësime në arsim dhe në sektor të jetës në Kosovë. Kjo është mbështetja e Bashkimit Evropian që të kemi ndikim në jetën e përditshme të qytetarëve këtu. Dhe sot jemi këtu edhe më afër me të gjithë qytetarët dhe të festojmë të gjithë së bashku. Pra, duhet që të dini po ashtu që Bashkimi Evropian qëndron pranë Kosovës si partner dhe mik shumë i afërt i Kosovës. Sipas Palatovës, Dita e Evropës simbolizon partneritetin dhe bashkëpunimin ndërmjet institucioneve, organizatave dhe qytetarëve. Dita e Evropës ka të bëjë me partneritetin dhe partneritetin e kemi këtu. Vetëm shikoni përreth jush. Këtu rreth jush shihni ekipe të ndryshme, organizata të ndryshme, duke përfshirë EULEX-in, por po ashtu edhe përfaqësues bizneseve dhe shoqërisë civile. Prandaj kjo shërben për përforcimin e partneritetit ton ekonomik dhe shoqëror. Po ashtu jemi të nderuar që sot kemi shoqatën, pra edhe ekipin nga Ukraina që janë këtu, Asociacioni Ukrainas Kosovar. Kjo është dëshmi që miqësia dhe partneriteti kalon kufijt edhe të Bashkimit Evropian. Në kuadër të Ditës së Evropës u organizuan edhe aktivitete të tjera. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se Kosova po e ndërton Evropën brenda vendit përmes qeverisjes demokratike, drejtësisë dhe luftës kundër korrupsionit. Kurti në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje ka thënë se Europa për Kosovën nuk është një stacion i thjeshtë kur duam të mbërrim, por një vlerë që e ndajmë dhe që e tregojmë me punët si qeverisje demokratike. Kur themi Kosova në Evropë, nuk e kemi fjallën për ndonjë farë zhvendosje gjeografike, po për zhvillim vleror. Ne po e ndërtojmë Evropën këtu, me drejtësi, me punë dhe me dignitet. Kosova në Evropë, sepse tashmë Evropa në Kosovë. Me të njëjtat vlera, ne pra po e ndërtojmë edhe demokracinë tonë, duke qëndruar pa kompromis kundër formave klienteliste, politikave, tribale, e dhunshme, kundër korrupsionit, e krimit, kundër lajmeve të rrajshme, kundër disfatizmit dhe degradimit të shtetit e të shërbimeve publike, kundër të gjitha atyre fenomeneve që populli ynë i urren dhe asesi nuk do të lejoj që të kthehen ndonjëherë.
Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj tha se rruga jonë euroatlantike është e vetmja rrugë dhe ne mbetemi besnik të këtij vizioni gjithmonë në mbrojtje të interesave të Kosovës. Në këtë ditë të Evropës teksohet nevoja për t'i hapur rrugën njohjes së Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që ende hezitojnë ta njohin pavarësinë e saj. Po ashtu mbetet jetike mbështetja për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës dhe avancimin drejt marrjes së statusit të kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian, ka shkruar Haradinaj. Komisionerja Evropiane për zgjerim Marta Kos do të vizitoj Kosovën më 15 maj, kanë konfirmuar burime jo zyrtare të Komisionit Evropian. Kjo do të jetë vizita e saj e parë në cilësinë e zyrtarës kryesore që merret me procesin e zgjerimit, ndonse këtë post e mban që nga dhjetori i vitit 2024. Kos deri më tani nuk e ka vizituar Kosovën, ndërsa ka zhvilluar vizita në secilin vend tjetër që është pjesë e procesit të zgjerimit të BE-s. Një vizitë të saj në Kosovë, që ishte paraparë në mesin e muajit mars, por ajo anulloi pas dekretit të ish presidentes së vendit, Vjosa Osmani, për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës. Zyrtarët evropian vazhdimisht e kanë arsyetuar mungesën e vizitës së Marta Kosit në Kosovë me situatën politike në vend. Megjithatë, me që në Bruksel vlerësohet se situata politike në Kosovë nuk do të pësojë ndryshime thelbësore së shpejti, konsiderohet se nuk do të ketë një moment ideal, ndërkohë që realizimi i një vizite të tillë shihet si i domosdoshëm. Kryeministri i vendit Albin Kurti dhe ushtruesja e detyrës së presidentes Alibulena Haxhiu kanë bërë homazhe te varri i herojit Ilir Konushevci dhe doktor Hazir Malaj në 28 vjetorin e rënjes së tij. Ushtruesja e detyrës së presidentes Alibulena Haxhiu në 28 vjetorin e rënjes së Ilir Konushevcit dhe Hazir Malaj tha se ata kanë shërbyer si inkurajim për gjeneratat që t'i bashkohen ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sot kujtojmë dy figura të respektuara, dy heronj të Republikës Kosovës dhe të kombit tonë. Ilir Konushevci ishte vetëm 20 vjeç kur filloi angazhimin për lirinë e vendit. Në vitet e 90-ta, kur territori i Republikës së Kosovës, pra territori i Kosovës, ishte i mbushur me dhunën policore, me shtypje, me diskriminim ndaj shqiptarëve të Kosovës, ai u bë pjesë e grupeve të para që po përgatitnin rezistencën e armatosur. Ishte pjesë e grupit Shqiponja dhe rreth tij kishte heronj si Zahir Pajaziti, si Hakif Zeinullahu, si Edmond Hoxha, të cilët zgjodhen rrugën e vështirë, rrugën e rrezikshme, vetëm që Republika jonë të jetë e pavarur dhe vendi jonë aso kohe të çlirohej. Ilir Konushevci dhe Hazir Malaj janë dy figura shumë të rëndësishme të kombit tonë. Ata kanë shërbyer edhe si inkurajim për shumë gjenerata që t'i bashkohen ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se Konushevci ishte shpirti i logjistikës çlirimtare. Njëri nga Kosova, tjetri nga Shqipëria, të pandashëm për çlirim e për bashkim. Ilir Konushevci dhe doktor Hazir Malaj nuk u ndonë asnjëherë nga njëri tjetri, e kishin idealin e njëjtë, e kishin punën e përbashkët dhe ishin të angazhuar deri në flijim për çlirimin e Kosovës, për lirinë e popullit dhe për Republikën e pavarur e sovrane të cilën e gëzojmë sot. Ilir Konushevci dhe doktor Hazir Malaj u vranë më 9 maj 1998, duke u konsideruar një nga humbjet më të rënda për UÇK-n gjatë luftës. Omazhe u bën edhe në Glogjan në nderim të 3 vëllezërve Muslijaj, Shemsiun, Bajramin dhe Azemin, të cilët rënë dëshmor për lirinë e Kosovës. Me këtë rast, kryetaria AK-s Ramush Haradinaj tha se deçani i trimërisë dhe sakrificës ka qenë në ballë të luftës çlirimtare dhe vazhdon të ruaj me nder kujtimin e atyre që dhanë gjithçka
për lirinë e vendit. I pranishëm ishte edhe kryetari i OVL UÇK-s në Deçan, Avdyl Mushkolaj, bashkëluftëtar dhe familjar të dëshmorëve. Po ashtu, me rastin e zbulimit lapidarit për dëshmorët dhe martirët e fshatit Shaptej, u përkujtua dhe u nderua sakrifica e madhe e banorëve të kësaj ane për lirinë e dheut, duke u përjetësuar emrat e dëshmorëve Shemsi, Bajram, Azem dhe Bek Muslijaj, Rifat dhe Uk Beqiraj, Recep dhe Arben Hajdaraj, Jusuf Kelmendi si dhe martires Gjyke Hajdaraj. Koalicioni Vlen mban sot kongresin në Shkup, ku zyrtarisht do të unifikohet në një subjekt të vetëm politik në një emër, drejtim dhe program të përbashkët. Ky proces pritet finalizohet me pjesëmarrjen e rreth 850 delegatëve, të cilët do të votojnë për unifikimin e 5 subjekteve politike në një organizatë të vetme. Përfaqësues këtij koalicioni cilësojnë këtë hap si përfundim të një periudhe të gjatë fragmentimi politik dhe si një përpjekje për të krijuar një përfaqësim më të konsoliduar të shqiptarëve. Ata theksojnë se zgjedhja e 9 majit ka simbolik të veçantë duke qenë se përkon me ditën e Evropës që lidhet me idenë e bashkimit dhe bashkëpunimit. Edhe një kronik nga Maqedonia e Veriut, konkretisht për përplasjet në ceremoninë e 9 majit mes kryeministrit Mickoski dhe liderit të LSDM-s Filipçe. Kryeministri theksoi se nuk bën kompromis me identitetin kombëtar dhe bëri thirrje për unitet, ndërsa lideri i LSDM-s e akuzoi qeverinë për justifikime dhe izolim nga BE-ja, duke insistuar në nevojën për ndryshime kushtetuese për nisjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Përplasje e hapur mes kryeministrit Mickoski dhe liderit të LSDM-s Filipçe në ceremoninë solemne për shënimin e 9 majit, ditës së fitores ndaj fashizmit dhe ditës së Evropës. Në oborrin e qeverisë para monumentit Çlirimtarët e Shkupit, të dy vendosën kurora me lule të freskëta dhe shkëmbyen kritika të ashpra për sjellje jo dinjitoze shtetërore. Kur nuk do bëj pazar me identitetin, deklaroi kryeministri Mickoski, duke bërë thirrje për bashkim. Sekoj što me znaje dobro. Secili që më njeh mirë është i bindur se pavarësisht të zbrazëcirave dhe sjelljes jo dinjitoze shtetërore të establishmentit ton politik, e di mirë se kur nuk do të bëj pazar me identitetin dhe dinjitetin ton, në këmbim të çfarë do përfitimi personal apo politik, siç ka ndodhur në historinë tonë më të re, as që më ka shkuar ndërmend diçka e tillë. Nema da pravam. Niti mi padnalo na um takvo nešto. Nga ana tjetër, lideri i LSDM-s Venko Filipçe tha se gjithçka që deklaron kryeministri është vetëm arsyetim dhe se duhet të bëhen ndryshimet kushtetuese. Ai kritikoi pushtetin duke thënë se po e mban shtetin të izoluar nga Evropa. Gjithçka që thot kryeministri është vetëm arsyetim, sepse dihet çfarë duhet të bëhet për të nisur negociatat. Duhet të bëhen ndryshime kushtetuese, çfarë është për të bashkimi, t'i japim mbështetje që të mos i bëj ato që të vazhdojnë të vjedhin. Jo, kjo nuk do të ndodhë, sepse Evropa do të vijë kur ne të vim në pushtet, pas zgjedhjeve të ardhshme, dhe të gjithë do të mbajnë përgjegjësi. Ceremonia solemne për 9 majin, ditën e fitores ndaj fashizmit në ditën e Evropës, këtë vit u mbajt nën sloganin fitore, parime dhe vlera. Një njoftim. Komuniteti shqiptar në New York të Shteteve të Bashkuara njofton se është ndarë nga jeta në moshën 60 vjeçare biznesmeni dhe aktivisti i komunitetit Patrioti Kujtim Funiqi. Nderimet e fundit të ndjerit do t'i bëhen ditën e diel më 10 maj në shtëpinë mortore Farenga Brothers Funeral Home në Bronx prej orës 14 deri në orën 21, ndërsa varrimi të ndjerit bëhet në varrezat e Gate of Heaven në Hawthorne të New Yorkut ditën e hënë në mesditë. Për më tepër informacione, vizitoni dhe portalin ton rtv21.tv. Mirupafshim.